Në Shkodër, kjo e diel ka shënuar nisjen e festimeve për festën e luleve, një traditë e bukur që jep qytetit ngjyra dhe gjallëri. Festimet do të zgjasin për 4 ditë duke kulmuar me 6 maj, me një program të pasur aktivitetesh për të gjitha moshat. Sipas organizatorëve, kjo fest përfshin një sër aktivitetesh që nisin nga më të vegjëlit e deri tek të rriturit, duke krijuar një atmosferë festive në çdo cep të qytetit. Duke marrë parasysh suksesin e vitit kaluar, këtë vit pritshmëritë kanë qenë shumë më të larta dhe me sa duket i kaluar që në ditën e parë. Janë menu 4 ditë program, paraditet dhe mazditet, mushun e plot me animacione, me panajire, që do t'jenë pranishme pothuajse gjatë gjithë kohës. Janë menu me 2 pedonalet kryesore të Shkodrës, pedonalja këtu pra në sheshi Kafja Madhe dhe Gjuha Dolit, mbushun e plot me fëmijë, po ashtu hapësina për të tanë të rinj. Është ka kënaqësi që ne si çdo vit jena pjesë edhe këtë vit e festivalit luleve, se kështu do të quhet festival, me shumë ngjyra, me shumë atmosferë, është një emocion, është përgjegjësi e madhe, edhe sigurisht jena mundu me prezantu më të mirën tonë, në disa mënyra të ndryshme, e kompozimeve e tjerë. Festa duket shumë mirë, atmosfera shumë e bukur, njerëzit kanë interes dhe Shkodra është e luleve. Pjesëmarrësit shprehen se lulet shumë ngjyrëshe i japin jetë Shkodrës, ndërsa rrugët dhe hapësirat publike janë mbushur me energji pozitive dhe vizitorë të shumt. Shumë bukur, shumë gjallëri, Shkodra vesh si lule, harmoni, gjallëri, fëmijët lumtur, shumë bukur, janë shumë të kënaqur. Ne të rinjt e qendrës sërinore, por edhe të Këshillit Vendor të Rinisë, jemi shumë të lumtur që jemi sot këtu për të krijuar atmosferën për të gjitha moshat, sot që Shkodra është e mbushur me ngjyra, por si një lule. Unë kam 2 vite që po e bëj këtë gjatë, që rris flutrat vetë në kopshtin e flutrave Eterna Leden, në Vaudejes, në Mjet, dhe me ftesë të bashkisë vendosëm të organizonin këtë gjatë, që përveç luleve të sjellim edhe aktorin kryesor të luleve, flutrave, që bëjnë në natyrë ka një simbiozë perfekte. Ka interes, sidomos nga fëmijët, flutura është gjithmonë e bukur, është gjithmonë tërheqëse. Natyra është gjithmonë tërheqëse. Shumë mirë, se është dita e parë e festës luleve, unë po kënaqem, hajdeni në Shkodër. Panajiret e luleve, muzika live, lojrat për fëmijë dhe aktivitetet artistike në mbrëmje janë vetëm disa nga elementët që e kthejnë Shkodrën në një qendër feste gjatë këtyre ditëve, duke bërë festën e luleve një nga ngjarjet më të bukura të pranverës në qytet.